Mirë, atëherë, përshëndetje, se zakonisht jemi këtu në Kajzerau, në kambin bazë kombëtare shqiptare, ku zhvillohen përgatitjet për Euro 2024. Sot në komunikimin e përditshëm kemi mesfueshorin Kristian Asllani, i cili do të përgjigjet pyetjeve. Do ta nisim me herë pa humbur kohë. Pyetja e parë, Erion Todhe, TV Klan, lutem. Po, faleminderit. Kristian, përshëndetje. Në skuadrën e kombëtares Italisë ka disa futbollistë të Interit, cilat kanë qenë pyetje që të kanë bërë shokët e tut të skuadrës për lojtarët e tut të Interit. Përshëndetje. Jo, pyetje nuk kanë qenë shumë, po se ka qenë interesimi më shumë. Si? Për çfarë kanë qenë interesimi i fuqëzinjve ndaj futbollistëve të Interit ose futbollistëve të tjerë në Itali se ti njeh më afër? Jo, normale, po, kam pyetur për të sa lojtarë, ku luajnë, ku nuk luajnë, por është normale që ata janë fokusuar ke Italia, si neve jemi fokusuar ke Shqipëria, por kanë qenë shumë, kemi bërë shumë shaka, këto mund ta them, por nuk kemi folur shumë. Po, Todhe? E kisha fjalën për shokët e tu te Shqipëria, ta të interesuar kanë qenë për shokët e mi që pyesin për shokët e mi të Interit. Okej. Po, është normale, po gjithë i njohim ata lojtarët, nuk është se shumica në neve lozë në Serie A edhe është normale që i njohim, janë lojtarë të fortë, do të themi drejtën, se Italia është një kombëtare shumë e fortë. Edhe nuk e dim, tani unë them drejtën, unë me zi po e pres këndeshje, edhe nuk po zoj bestojnë fushë. Mund edhe i, Fatjon? Po. Që se juve keni diskutuar me njëri tjetrin, si e shikoni atë balancën midis, se të paktën unë besoj që puna më e madhe do jetë e mesfushës, si shikoni balancën midis mesfushës tonë me mesfushën e Italisë, si ju rezulton juve? Jo, këto nuk e di, po të them drejtën, Italia është një skuadër shumë e fortë, për mua është një nga kombëtarët më të forta në gjithë botën dhe tani. Por dhe neve dim gjëra që kemi për të bërë, se dhe mesfushja jonë është shumë e fortë, gjithë ata që jemi këtu, edhe nuk e dim, tani do presim këto ndeshjen edhe da shohim si do shkojnë. Okej, atëherë pyetja për Kristian Asllani, Panorama Sport, lutem. Përshëndetje Kristian. Do të pyesja në fillim, si kanë shkuar përgatitjet këto ditë dhe si është atmosfera brenda grupit Fuqezi? Jo, këto ditë ka shkruar shumë mirë, ka shumë harmoni, shumë pozitivitet, edhe kjo është gjëja kryesore. Gjithë jemi fokusuar për këto ndeshjet, tani e di që kemi një ndeshje me Italinë, edhe po e studiojmë, po shikojmë video, edhe po e presim. A është më lehtë të përballesh me Italinë pa Barella në fushë? Jo, se ata kanë lojtarë shumë të fortë, unë e njoh Barellën, besoj se është një nga mesfueshorët më të fortë në botë, edhe nuk e di, po Italia ka shumë mesfueshora, po nuk që Barella është Fratesi, dhe Fratesi është një lojtar shumë i fortë, edhe për mua nuk do shon asnjë gjë, po pam një lojtar vetëm është keq, dim se Italia është i fortë dhe si grup, edhe të shohim. Bërë një bast me Fratesin të Interi, po këtë ka një bast me Sjush kush fiton? Jo, nuk e di, do shohim. Po fitoj ai, nuk i flas po për ca ditë, po fitova unë se nuk flet ai për ca ditë. Okej, bëj. E fundit është, cila mendon se është arma jone fortë si kombëtare për të marrë dhe një rezultat pozitiv se jo me kampionët në fuqi të Europës? Sigurisht da provojmë, por nuk është e lehtë. Unë besoj se forca jonë është grupi, se kush lose di çfarë do bëjnë, edhe pastaj kemi edhe një gjë për mua që është shumë akoma, që janë tifozat që na mbështesin sa herë, edhe po i presim akoma sa më shumë se janë zjarr. Okej, Ervin Sina, Vision Plus, pyetja e radhës. Përshëndetje Asllani. Në ndeshjen me Azerbajxhanin luajtët me Ramadanin krah, sikur se ka ndodhur natyrisht në shumicën e ndeshjeve. Patëm disa vështirësi në fakt në momentet që viheshim në presionin e kundërshtarit, her pas here, afër zonës tonë. Italia është kundërshtar natyrisht me potencial shumë të madh se sa Azerbajxhani. Ju do të preferoni të qëndronit kështu siç jemi, me dy lojtarë përpara mbrojtjes, ju dhe Ramadani dhe Nedim Bajrami spostuar më përpara,
apo do të preferonit një mesfush më muskuloze përballë një kundërshtari, pra një mesfush më të ngjeshur, më agresive përballë një kundërshtari realisht shumë më të fortë se sa Azerbajxhani? Jo, këto gjërat i vendos trajneri, por neve i kemi bërë gjithë kualifikueset mund të thojmë me dy mesfushora. Tani nuk e di si do luajmë, por unë them drejtën gjinemi mirë me gjitha modret, dhe me 3 mesfush dhe me 2 mesfush, edhe kjo besoj se nuk ndryshon gjë. Ndryshon vetëm qysh do një fush, duhet të grint, duhet zemra, duhet të luftojmë se ndeshja kalon aty. Po Ervin? Pyetje tjetër apo jo? Okej. Atëherë pyetje nga Mantho Prokopi, Syri TV. Aslanit përshëndetje. Në fakt, unë doja të ngacmoja duke ditur që kombëtarën italianë janë Di Marco, Bastoni, Barella, Fratesi dhe Darmian. Këtë doje të mos kishe përballë në fush në 15 qershor. Jo, unë them drejtën gjithë shokët e mi dua që t'jenë fusht, se e meritojnë, se kanë qenë gjithë vitin me mua, janë gjithë shumë profesionista. Edhe dua t'jem unë fush dhe t'jenë dhe ata. Ti ngacimet fundit, ti njeh shumë mirë mbrojtësat italianë, por gjithashtu ke parë edhe Brojën në servitje. Mendon se Broja mund të bëjë dëm? Unë besoj se Armando mund t'i bëjnë dom gjitha skuadrave, se është një lojtar shumë i fortë, është shumë i shpejt, shumë teknik, shumë fizik, edhe unë them drejtën, është një lojtar shumë i fortë, edhe shpresojmë që t'na bëjnë ai gol. Pyetja e fundit, ke folur me Brojën ndoshta për një derbi së shpejti Milan-Inter, ti nga njëri kamp dhe nga kampi tjetër? Jo, s'kam folë se i kam kalur dhe unë këto gjërat dhe nuk është mirë të flasësh për këto gjërat, por shpresoj që Armando të shkojnë me një ekip që të luajnë edhe që të jetë mirë ai. Okej, pyetje nga Burhan Beluli, TV Spektri. Përshëndetje Kristian. Duhet të ndërlidhem edhe unë me ato disa pyetje që kem para prak, dua të di, keni pasur ngacmime me 5 lojtarët, bashkëlojtarët nga Interi që janë në kampin italian? Cilët janë ato ndoshta ngacmimet shoqërore që i bënin njëri tjetrit? Jo, ngacmime jo, por ku doli grupi neve ishim në avion, edhe kemi bërë pak shaka, po nuk kanë qenë shumë ngacmime, sepse dim vlerën e ndeshjes edhe nuk ka nevojë. Po, pyetje Ka tjetër? gjasta që në kombëtarën në ndeshjen e parë të Shqipërisë të kemi më tepër lojtarë që luajnë në kampionatin italian. Sa më tepër. Po, është gjë e mirë se i njohim, se luajmë aty në Serie A dhe i njohim, por besoj se lojtarët e Itali gjithë i njohim, dhe ata që luajnë jashtë edhe janë lojtarë të fortë, por siç thash që parë, unë nuk du të kemi shumë respekt për Italinë, kjo është gjëja e parë, por nuk do të kemi frikë sigurisht, sepse dim dhe neve kualitetet e tona. Okej, pyetje tjera? Mirë, atëherë, kjo ishte edhe pyetja e fundit. Unë ju falenderoj të gjithë për prezencën në këtë komunikim të sotëm dhe ju uroj punë të mbarë, ndërkohë skuadra do të ketë sot vetëm një seancë stërvitori, do të zhvillohet në kampin bazë pranë Kaiserau, duke filluar nga ora 4:30 dhe 15 minutat e para do të jenë të hapura